Jo. Unë nga përvoja ime si ministre e qeverisë Kurti, gjithmonë e di që kryeministri Kurti e ka epicender qytetarin, e ka vëmendje qytetarin e nuk e ka vëmendje vetëm projektet në asfalt, siç ka ndodhur më herët. Dhe kryeministri Kurti, pavarësisht zgjedhje ose jo zgjedhje, unë uroj që jo zgjedhje, bashkë me kryeministrin Kurti, ai ecë përpara për t'ju përgjigjur qytetarëve, qoftë me projektligjin për mbrojtjen e konsumatorëve, projektligji për rregullimin e çmimeve për produktet bazë, edhe paketa për menaxhimin për krahjen e qytetarëve në rastet e inflacionit apo në krizat që vijnë nga inflacioni, është e natyrshme nga agjenda e qeverisë sonë që t'i përgjigjemi qytetarëve siç ju kemi përgjigjur deri më tani në fushën e energjisë, në fushën e ndërmarrësisë, në fushën e bujqësisë, në skemat sociale për qytetarët. Pra lëvizja vetëvendosje e ka epicender zhvillimin e shtetit ton, një zhvillim të qëndrueshëm duke pasur në vëmendje qytetarin,